Një grup shkencëtarësh nga mbar bota kanë zbuluar se njeriu po e shkatërron planetin në mënyrën e vet. Dhe tani po ju tregoj se si dhe pse. Kush është rastësisht do t'i lutesh aty bëj like faqes shihemi sërish, nëse planeti është ende i tëri dhe nëse njerëzimi është ende gjallë. Te i këtyre shakave po ju tregoj se si dhe pse po shkatërrohet planeti dhe si kanë dalë në konkluzion këta shkencëtarë. Janë mbi 36 shkencëtarë nga mbar bota dhe kanë bërë një studim të detajuar, një studim prej vitesh. Dhe pas disa viteve studim është vënë re se si po e shkatërron njeriu planetin. Nuk është ujërat që i kemi thënë gjithmonë që po derdhen pafundësi nëpër dete dhe oqeane duke i ndotur ato. Nuk janë papastërtitë, apo ndoshta edhe naftrat të derdhura nëpër dete. Nuk janë as uzinat, fabrikat, apo të gjitha ndotjet që bën njeriu për sa i përket gazrave. Jo. Dhe nuk janë edhe mbetje toksike. Jo. E dini se çfarë është? Është problemi që i po shkakton njeriu atmosferës me anë të avionëve. E dëgjuat mirë. Pra për të ndryshuar motin me avion. Çfarë do të thotë kjo për ata që nuk e kanë kuptuar? Luftohet prej vitesh për ndryshimin e motit. Disa kërkojnë që të bjerë shi, diku që nuk bie shi, si për shembull në vendet arabe. Dubai, për shembull, shkoi në atmosferë vitin e kaluar dhe qëlloi me disa raketa kaq shumë sa që ra dhe dëbor. Por në disa vende i mbyti totalisht sepse qëllojnë që të bie shi. Ndërsa, për sa i përket vendeve të ftohta, në disa zona, për shembull në Siberi, kërkojnë që të jetë kohë e mirë, sepse kanë disa stabilimente, disa vende ku nxjerrin naftë ose miniera. Dhe atyre, pra për të mos qenë shumë ftoht, u duhet që të ketë pak ngrohtësi. Dhe çfarë bëjnë? Qëllojnë sipër që mos të ketë rreshje. Pra, duke vënë këto shpërthime në çdo cep të planetit, pra në atmosferë, ky është problemi që kanë zbuluar shkencëtarët se mund të jetë problemi më i madh që i kanoset planetit kohët e fundit. Sepse nuk kemi të bëjmë këtu me bomba atomike, por kjo është të gjitha këto që bëhen, pra ndryshimi i motit në të gjitha shtetet, bëhet një bombë e madhe. Një bombë që nuk ka shans, nuk ka asnjë gjë që ti mund ta ndalosh, sepse ti në këtë rast po vihesh kundër natyrës. Pra ti po i kundërvihesh natyrës. Po si po i kundërvihet? Prisni se po ja u them. Teksa bëja emisionin Enigma për sa i përket pikërisht i argumenti, shkuam dhe në kërkimet gjeologjike të zonës jo vetëm Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Dhe një profesor që na udhëzoi se si mund të kërkonim, ai përpara se ta bënte këtë, na dha dhe një intervistë dhe na tha se që në vitin 1972 në Kosovë bëheshin shpërthime në atmosferë që të binte shi. Bile në disa vende, si kam dëgjuar për shembull në Shqipëri, bënin që të përhapnin ret që mos të binte shi në disa vende. Pra, nuk ndodh vetëm, thash, ndodhte që nga viti 1972 në Kosovë. Merreni me mend tani se çfarë ndodh në botë sot, me këtë teknologji që kemi. Jemi në vitin 2025. Pra, çfarë teknologjish kemi sot dhe çfarë po bëhet sot në atmosferë. Pra, ky është problemi kryesor që kanë zbuluar shkencëtarët. Por do t'ju them edhe gjë tjetër. Nuk është vetëm kjo, por ka edhe diçka tjetër akoma më të rëndë. Janë ato ret kimike që shpërndajnë avionët. Të paktën kështu thuhet. Ne nuk e dim, por janë pikërisht pra ka një grup studiuesish ose një grup specialistësh që janë të bindur për këtë. Bile nëse keni vënë re, ka edhe komandant, bile është edhe ka qenë dhe një general, është akoma një general italian, ish general sepse tani ka dalë në pension, që ai e thot publikisht që ka marrë pjesë në këto gjëra. Dhe
Unë jam këtu vetëm që t'ju informoj. Do thot në njëri nga ju, ne çfarë mund të bëjmë? Në fakt, nuk mund të bëjmë dot asgjë. Sepse ky është problem madhor. Ky nuk është drejt për drejt me njerëzit. Ti mund të thuash çfarë të duash, por me këtë nuk mund të rregullohet dot asgjë. Dhe do t'i them se përse. Sepse të gjitha shtetet e kanë të domosdoshme tani, sepse nëse kontrollon kohën dhe motin, ke kontrolluar ekonominë. Dhe kush kontrollon ekonominë ka forcën në çdo vend. Pra, ky është problemi kryesor që kanë zbërthyer tani grup shkencëtarësh dhe janë hallakatur, janë alarmuar. Bile u di që tani po përgatiten që të dërgojnë, kishte kohë kjo gjë, por po përgatiten që të çojnë letër të gjitha shteteve. Po kush do ja u çojë? Me kë? Kush organizat? Dhe a do dëgjojnë ta me një organizat? Është sikur ne të mblidhemi të gjithë tani këtu bashkë, te kjo faqja Nadir Mura, dhe të dërgojmë ministrave apo shteteve të dërgojmë një letër të gjithë së bashku. Nuk e çan kokën njëri fare. Sepse, për shembull, nëse do flasim për shembull për Dubai në kohën e thatësirave, thotë që ka të domosdoshme, do që të ketë shi. Dhe çfarë bën? Qëllon sipër, pra në atmosferë, me disa raketa që të bjerë shi. Ose ka disa, për shembull, në periferi të Romës, që shpërndajnë ato ret, sepse bie shumë shi dhe nuk korrin dot ato të mbjellat. Pra, në çdo vend të planetit krijohen këto shpërthime në atmosferë për të mbjell ret ose për t'i shpërndar ret. Dhe ky, siç ju thash, është problem mjaft serioz, sepse me po ecën, siç thonë dhe studiuesit, pra shkencëtarët, po ecën me hapa gjigande. Pra shkatërimi po ecën me hapa të mëdha. Një shkatërim që askush nuk e ka kuptuar që ku do të na çojë. Po ta vini re, për shembull, vetëm 2-3 vitet e fundit, moti ka ndryshuar. Dhe merreni me mend tani derisa të ecim përpara, me fjalë nuk ka më. Ne, për shembull, çfarë mund të ndodhë në të ardhmen? Sepse, për shembull, unë nuk mbaj mend të shoh më ata zogjt shtregtar. Ju i keni parë më? Nuk e di sa vjeç jeni, por nëse do të pyesni disa nga mua apo disa nga mosha ime, moshatarët e mi, ne duke filluar që nga maji, shikonim çdo ditë që patat e egra, apo ku ta di unë, që fluturonin nga një zonë në zonë tjetër për të shkuar në zonat e ngrohta. Pse tani nuk shkojnë më? Pse nuk kam më? Çfarë po ndodh? Pra, ato videot ose ato fotografitë dhe ato pikturat e atërshme me ato patat e egra që udhëtojnë nga një vend në tjetrin, që shtektojnë nga një vend në tjetrin, do jenë vetëm kujtime të bukura, asgjë tjetër. Dhe kjo është thjesht për t'u informuar e përsëris, sepse askush nuk mund të bëjë atë asgjë. Do ta them se përse. Ti, edhe sikur ti je një organizat që të dërgosh të gjithave shteteve, nuk e çaj kokën fare. Dhe edhe sikur vetë shtetet të mblidhen, ata në heshtje secili do ta bëjnë. Siç po e bën Rusia, siç po e bën Amerika, siç po e bën Italia, Greqia, Hollanda, Gjermania, Zvicra, të gjithë po e bëjnë. Dhe të gjitha këto qeta dhe këto shpërthimi që po bëhen në atmosferë, janë ato që së pari krijojnë probleme, siç i thash, në atmosferë dhe me kalimin e kohës do krijojnë probleme të rënda në mot. Por, njëkohësisht janë grimca që ato shpërndahen në hapësirë dhe i fifim ne. Ne i fifim. Sepse ato bien poshtë. Përveç se i fifim ne, mund të bien edhe mbi gjethet e pemëve, të frutave, të jeshileve, të kudo, në përbaçet tona. Dhe ti ato me kalimin e kohës i merë. Pra, pa pastërti, që janë të bëra në mënyrë kimike, sepse ndonjëri nga ju do thotë, po mirë, ato natyrale janë, sidoqoftë, janë bërë në mënyrë kimike dhe janë të dëmshme. Pra, me kalimin e kohës, këto do krijojnë probleme të rënda në shëndet, sepse sa të kesh një problem, për shembull, të vogël, këto e bëjnë që problemi të jetë i madh. Pra, pikërisht këto grimcat e vogla. E di që do kush nga ju do thot sa probleme kemi në këtë planet dhe gjitha ato gjëra që hedhin, merreni më tani të shqetësojmë për atë. Po,
por ky është një shqetësim tepër i rëndë, tepër serioz, sepse siç ju thash, shumë shpejt, shumë gjëra do të ndryshojnë. Dhe moti, nëse ndryshon moti, për mirë ose për keq, ai shkatërron çdo gjë. Duke filluar që nga ujërat të pafundme, por dhe nga të thatësira të mëdha, madje deri në ngrica të mëdha dhe me tërmete gjithandej. Pra, shtimi i këtyre, gjithmonë me kalimin e viteve, do shtojnë gjithmonë e më shumë. Të gjitha këto që ju thash, lista që ju tregova, tërmetet, suferinat, tajfunet, të gjitha këto me kalimin e kohës do rriten. Të paktën, kjo është deklarata e shkencëtarëve që kanë bërë kohët e fundit. Tani, sidoqoftë, pres komentet tuaja, t'i lexoj sepse jam kurioz, ndoshta edhe gabojmë ndonjëherë, po ky është vërtet serioz, ky argument, vërtet. Pres komentet. Ju përqafoj dhe natën mirë.